nuk është se kemi diskutuar diçka të vendosim në letër, në asë një moment. Ku thuhej që do të ndodhë edhe liberalizimi i vizave mes Kosovës dhe Amerikës. Në atë botë nuk e kishim as liberalizimin e vizave me Evropën, mirë po a ishte thënë kjo çështje brenda takimit, ndoshta edhe me takimet kur I kishte vetëm me Grenell, a është ndonjëherë që Kosovës do t'i lejohet qarkullimi pa viza në Amerikë, duke ditur që Trump nuk është shumë dashamiri e migracionit? Më duket sot nuk po don me ju lanë asë një pyetje me ju hikë. Atë bos kime mundë keq të pyetje më që që ta është pa përgjithsi maja. është edhe më letë të përgjigjeni, tani që ka kaluar një kohë. Qenë keni përgatit shumë për këto intervista sot, për këtë diskutim. Ka pasur diçka për ju edhe diçka, kështu që nuk është se do të doja të diskutoja për këtë ose të kuptoj, përderisa nuk ka qenë shënuar në letër dhe nuk është vënë në shkrim, e kuptueshme ndoshta ka qenë vetëm kështu themi që gjatë kohës. Po si tim që ka ngritur që I bie që aty ku katëm diçka ka, kështu që Neve mirë na bie me shkuar në vizitu Amerikën, pa viza. Jo, nuk po e them këtë, nuk është se kemi diskutuar diçka të vendosim në letër, në asë një moment. Ndoshta kemi diskutuar kështu jashtë saj, jashtë marrëveshjes, por jo diçka më shumë. Po, zonja Shkodra, nëse krahasojmë themi kështu një kryeministër siç ishte atëherë Hoti dhe një president që është sot Zelenski, duke mos pasur parasysh që është në gjendje lufte. A janë karakterit themi të njëjta. Hotin e njohim si burokrat, njëri që flet me shifra, me numra, ndërkohë Zelenski është diçka tjetër me profesion. Sa kanë qenë ndoshta themi kështu të përgatitur për një takim direkt me Trump? Nga ajo që e pam, po I referohem së pari takimit të kryeministrit, ish kryeministrit tonë atëherë, Abdullah Hoti, I cili edhe ashtu njihet si një politikan që është I matur, me fjalët, me veprimet e tij, një politikan modest dhe rezultati I krejt ekipës dhe tij ishte ajo që u pa, që është shumë mirë. Sa I përket Zelenskit, ndonë se janë munduar ta përgatisin, unë mendoj që aty kishte Zelenski nuk e ka atë përvojën diplomatike, sepse ai është zgjedhur prezident dhe pas pak sa kohë tash nuk po kujtohet saktë filloi edhe lufta. Do thotë diplomacia, aftësitë e tij, komunikimi diplomatik është zhvilluar në rrethana shumë tjera krahasim se si do ta zhvillonte një politikan I cili shkon në të gjithë hapat me vite të tëra dhe ajo diplomacia vjen pak edhe prej vetës, po vjen edhe pak prej shkollimit, e takimeve të shumta mëson prej çdo takimi. Kështu që Zelenski mendoj që e kishte, dikush mund të thotë që jo nuk ishte, por unë megjithatë mendoj këtë. Aty kanë qenë edhe përkthyesit. Do thotë, unë ja kam parë pak për të madhe. Pse nuk I përdori përkthyesit që të fliste në gjuhën e vetë, sepse sa do që e dini gjuhën, unë vetë jam njohëse, e konsideroj vetën pa modesti një njohëse të mirë, pasi kam kaluar një periudhë të gjatë në Angli dhe shkolluar atje, që e njoh gjuhën angleze, por megjithatë, kur nuk është gjuha e juaj amtare, është në gjuhën amtare ju zgjidhni fjalë me kujdes, por në gjuhën tjetër, sa do që e njihni, ndoshta edhe nuk mund të përgjigjeni mirë.